Nuk ka vend, nuk ka hapësirë edhe nuk ka asnjë arsye me e mendu opcionin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme në vjeshtën e ardhshme. Por ftesa e sotshme kanë firmon që zoti Avdiçiku në emër të LDK-s dhe si përfaqësuesi i saj me ekipin e tij e ka trajtu letrën, ashtu e diskutu mrena strukturale të LDK-s. LDK-ja po diskuton debat mrenshëm dy çështje thelbësore duke analizuar rezultatin e fundit zgjedhor. Pas takimit të kolegjiumit degëve sot kryesia ka nxjerr po ashtu nevojën që të diskuton kërkesat që lidhen me interesimin për bashkëpunim, si vlerë politike, për pragmatizmin politik që ne kemi tregu dhe parimet e bashkëpunimit në kuadër të ndërtimit të institucioneve që kanë dalë nga qershori i këtij viti. Nuk ka vend, nuk ka hapësirë edhe nuk ka asnjë arsye me e mendu opcionin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme në vjeshtën e ardhshme. Por ftesa e sotshme kanë firmon që zoti Avdiçiku në emër të LDK-s dhe si përfaqësuesi i saj me ekipin e tij e ka trajtu letrën, ashtu e diskutu mrena strukturale të LDK-s dhe në fond ai personalisht ose dikush nga ai do të dalë do të jap sqarimet e domosdoshme. Ne e konfirmojmë kulturën tonë politike, rolin e LDK-s, e cila është shtet formuese, është e interesuar me dhënë vendit dije politike, me dhënë bashkëpunim politik, me dhënë pragmatizëm politik, edhe me kthy njerëzve besimin në institucione që ky vend do të thejtë punon për veten e vet. Azira e vjen kjo që është dera hapur për një bashkëpunim në mes lidhjes demokratike të Kosovës dhe vendosjes. Ne edhe në mas zgjedhjeve vjetore të kemi bashkëpunu. Po në qeveri, në koalicion. Në tash varet krejt se si dhe çka do të sjellë përfundimi i kësaj mbledhje dhe mandej natyrisht përfaqësuesi më i lartë në bisedime drejt për drejt. Për shkarkimin e Avdiçikut? Janë çështje të mbrëmshme që po diskutohen, gjitha dhe gjithçka në kulturën tonë që lidhet me kërkesa politike ne i trajtojmë politikisht. Ftesa e kurtit në çfarë dite dhe çfarë ore ju ka ftuar? Lejeni që ta shtjerrim debatin e mandej këto janë çështje teknike. Dhe të mbyllë debati dhe do të konfirmohet gjithçka. Parim ne kemi konfirmu që jemi për bashkëpunim, 3 parime kryesore që LDK e ka ofru, më besoj që i kanë trajtuar seriozisht dhe është njëra prej arsyeve që ka ftesa. Faleminderit.